Avokati Ilir Metës, Kujtim Cakrani, deklaron se akuzat e SPAK për çështjen Qez Dia janë të pabazuara. Ai tha në një deklaratë për mediat se në 1 shtator 2010, kur u nënshkrua kontrata mes Qez dhe Dias, ministër nuk ishte Ilir Meta, por Dritan Prifti. Sipas mbrojtjes, kallëzimi i bërë në 2017 bazohet në dëshmi të dëgjuara nga një person i tretë dhe jo në fakte të drejtpërdrejta. Çështja Qez Dia ka nisur shumë herët, por ajo u materializua në kallëzim penal në vitin 2017 nga shtetasi Romeo Kara. Dhe pikërisht në fund ka qenë fundi i vitit 2017 kur zoti Meta në atë kohë kishte pak muaj që kishte nisur rrugtimin e tij si president i Republikës Shqipërisë, ndërkohë që prokuroria dhe personazhet të politikës vazhdonin me kapacitet të plot për të sulmuar apo dhe për rrëzuar figurën e zotit Meta në atë kohë presidenti i Republikës. Një prokurori e posaçme merret me thashë theme me një person i cili nuk ka qenë prezent, nuk ka informacion të drejt për drejt, por thot se i ka dëgjuar nga persona të tjerë, ndërkohë që personat që ai ka dëgjuar kur pyeten përpara oficerit të policisë, thonë se nuk kanë patur një bisedë të tillë dhe nuk i kanë thënë kur gjëra të tilla. Kastrioti Ismailaj ka lidhur kontratën me Qezin në 1 shtator të vitit 2010. Të nderuar, në 1 shtator të vitit 2010 nuk ka qenë ministër ekonomie edhe energjetikës, infrastrukturës e kështu me radhë zoti Ilir Meta. Jo, ka qenë i ndjeri Dritan Prifti. Kështu që të gjitha këto versione që janë kallëzuar dhe merren si të mirëqëna nga organi akuzës, rrëzohen po pikërisht nga vetë organi akuzës i cili ja ka vendosur në dispozicion kontratat që janë lidhur ndërmjet Qezit edhe Dias. Cakrani e cilëson çështjen si një impiant akuzator dhe premton publikimin e mëtejshëm të provave që sipas tij rrëzojnë përfshirjen e Metës në çështje.